Pse qytetarët në proteste konsiderojnë Edi Ramën tradhtar të atë dhe të tyre? Po si mund të quhet ndryshe dikush që tjetërson territorin e Republikës vet, se si fal ishullin e Sazanit apo zonën e Zvërnecit për t'i shndruar në resorte ekskluzive turistike për miliarderët e kësaj bote, ndërkohë që vendasit mund të hyjnë aty brenda vetëm me leje përkohësisht për t'u shërbyer në këtyre oligarkëve të mëdhej. Nga ana tjetër, sot që flasim, Edi Rama ka dhënë pjesë territorit të Republikës së Shqipërisë shteteve të huaja, u ka lënë atyre në zotrim ekskluziv, si për shembull Italisë, me atë që po ndodh me kampet e refugjatëve në Gjadër, ku praktikisht aty nuk vlen më ligji i Republikës së Shqipërisë. Për të mos përmendur pastaj idenë e çmendur për të themeluar një shtet Bektashi në mes të Tiranës. Më shkruan dhe një qytetar një ditë që Edi Rama mund të jetë hajdut, po jo tradhtar. Pa nuk është hajdutëria, korrupsioni, forma më e lartë e tradhtisë ndaj qytetarëve. Pra të marrësh ato para që qytetarët i paguajnë si taks dhe në vend t'i çosh për të ndërtuar spitale, shkolla, rrugë e kështu me radhë, t'i çosh në xhepat e tu dhe në xhepat e oligarkëve apo të shokëve tu. Dhe jo vetëm është tradhtia më e madhe, por është ajo lloj tradhtie e cila nuk justifikohet nga asnjë lloj ideologjie. Një krim tjetër që e kryen një pushtetar mundet sa për sy e faqe të justifikojë ideologjikisht, përveç se korrupsioni nuk ka as edhe një lloj justifikimi. Prandaj duhet thënë me plot gojën, e vërteta, e plot. Edi Rama është tradhtar i interesave të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.